Bie niveli i prurjeve në lumin Vjos. Ujrat kanë nisur të rriqen, ndërsa të mbuluara nga uji janë 80 banesa në fshatin Ferras. Gjatë mbrëmjes u ndërhy për të evakuar banorët e fshatit Martin, ku uji arriti në 30 cm. Sipas emergjencave civile, në prefekturën e Fierit janë 200 hektar tokë bujqësore nën ujë dhe 18 persona të evakuar. Qarkullimi në zonën e Llogaras është me probleme për shkak të borës së rëndë dhe ngritësave në rrugë. Policia u bën thirrje qytetarëve të jenë të kujdesshëm. Në Durrës janë evakuar deri tani 800 banorë, të cilët janë akomoduar në hotele. Në 3 ditë punë të grupeve të verifikimit janë inspektuar 1300 banesa dhe në mbi 500 prej tyre janë mbajtur akt konstatimet përkatëse. Në qarkun Lezhë, në njësinë administrative Fushkuqe, ka rritje të nivelit të ujrave si pasojë e çarjes së argjenaturës. Në juglindje të vendit, për shkak të rreshjeve të dëborës, afro 2000 familje janë pa energji, kryesisht në zonat rurale të qarkut Korç. Në qarkun Gjirokastër, situata sot është më e përmirësuar. Problem ka në rrugën Përmet Çarshov, si dhe aksi rrugor Përmet Dogana e Treurave, që është i bllokuar për shkak të çarjes së trupit të rrugës në hyrje të fshatit Petran.